unë e mendoj të kundërtën e asaj që tha Gjini. Realisht, prej femrave kërkohet me kujdes më shumë, prej femrave shoqëria pret me qenë perfektet për sosura, ndërsa burrat e kanë zbulu viteve të fundit, sidomos të në Kosovë, kanë zbulu këtë estetikën, po tash dojmë na i kalu, domethënë edhe ka marrë na ide edhe kena mja huazu buzkuqat, merre, domethënë, edhe kjo fatkeqësisht po reflekton nganjëherë edhe në sjellje. Se po mendon Alketa që ka shku deri këtu? Po ka shku? So femrat me ju huazu buskuqat meshkujve, po mendon që moshkulli i sotshëm, moshkulli modern, metroseksual në Kosovë ka fillu me u feminizua, po e ke kuptova? Faktikisht po, sepse ajo kurimi i tepërt, mandej për mendimin tem për reflektohet edhe tek sjelljet. Sa ma tepër të jemi sinqerta, nëse e marrim me gjatë gjithë historisë, estetika ka qenë një fushë e rezervuar vetëm për gratë. Dhe më thonë, gratë kanë qenë ato që prej tyre është prit me u dok bukur, prej burrave është prit me u dok trima, me u dok sa ma piret, me u dok sa ma të fort. Ndërsa tani kemi gratë forta dhe kemi burra princesha, burra të bukur, se kjo estetika e teprume, po reflektohet edhe në sjelljet e tyre. Nuk e di pse është bë kjo përzgjedhje Safit vetëm Alketa të jetë këtu femër. Sepse vetëm Alketa ka gjithmonë mendime kundër në për studio televizive. Jo, unë mendoj se kujdesi ndaj vetes nuk duhet të një Gjini, është shumë esenciale që se cilit kujdeset për vete, pastaj masa se sa njerëzit kujdesen për veten dhe deri ku shkojnë duke u kujdesur për veten, duke bërë ndoshta nga njerë kujdesin duke nisur prej të higjienës e deri taj estetik parsore, bën diferencën. Unë pajtohem dhe më thëmë tek higjiena, besoj që këtu jemi dakord. Vitona, pajtosh me Alketën? Paka shumë po, që u të shasë në fillim, ko gja më preki. Pse? Po tash unë jam ko gja i kurum, tash, unë për vete e maj vetë, nuk është... Kur ka kjo dëshira jote që me qenë ndoshta gjatë gjithë kohës i kuruar? Jo, domosdoshmërisht në për etapat të ndryshme të jetës edhe ndryshon si njeri? Unë me kalim të kohës, nuk është i kumë bo krejt, se dhe bjenë sy ko gja. Po, kanë herë... Dhe të zbërmiron si? Jo, qajo sekreti? Nështë edhe shumë herë ju këshymë pasyre edhe hajtë qëto, edhe muj me dalë prej vetë vetës. Unë nuk e sha vetën sa kumë bo dalim prej viteve qera. Mu shemë më kalëzu dikush që njef mirë, që thot, nalu pak se këndryshu koza shumë. Kur thu i kuruar, qka po mendon? Po, na i farë tash botokës të spjallomi keqë edhe meshkujt. Po vrim. Jo, veç të unë e ka dhe të disa, po ka njerës që nuk e pranojnë. Mu që e më pengon. Nuk është marrë. A dikush nuk e pranon, më falë se po të ndërprej, nuk e pranon pikrisht ata burra, dhe më thonë që shkojnë edhe shojnë gratë dhe vajzat e krejt botës. Ja, jënë bo krejt jo natyral.